Përshëndetje shenja e Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi asin e monedhave, 6 monedhat, 4 kupat në të kundërt dhe 10 shkopinjt. Atëherë duket se në sferën personale, kartat tregojnë një moment kalimi nga mbijetesa në ndërtim të vetëdijshëm. Asi i monedhave është një farë e re që ju vendoset juve në dorë. Mund të jetë një mundësi për stabilitet, për përmirësim të zakoneve, për një fillim praktik që ka potencial afatgjatë, por kjo farë nuk rritet vetë, ajo kërkon tokë të lirë. Pas kësaj kemi 6 monedhat që ju vendos përballë një pasqyre. Pra, si e shpërndani energjinë tuaj? A jepni juve nga bollëku apo nga detyrimi? Kjo kartë shpesh shfaqet kur një person ka hyrë në një model ku ndihmon të tjerët më shumë se sa ushqen veten. Pra, kur jep më shumë se sa merr. 4 kupat në të kundërt tregon një zgjim. Ju po dilni nga një mjegull emocionale dhe po kuptoni se disa mundësi kanë qenë gjithmonë aty, por ju nuk I keni parë sepse keni qenë të përqendruar te barra. Dhe barra karakterizohet nga karta e 10 shkopinjve, që është karta e mbi ngarkesës. Është kjo karta këtu. Kjo nuk është thjesht një lodhje fizike, është pesha e përgjegjësive të grumbulluara, pra që mund të jenë edhe pritshmëritë që keni ju nga të tjerët ose të tjerët nga ju. Kjo javë është një pikë kthese. Nëse vazhdoni të mbani gjithçka, fara e re nuk ka ku të mbillet. Nëse lironi hapësirë, atëherë do të fillojë edhe rritja, siç është e përcaktuar edhe nga prizëm oracle, pra rritja. Me pak fjalë, ju duhet të hiqni dorë nga një përgjegjësi që nuk është e juaja. Si ta bëni këtë? Duke bërë një inventar, pra duke shkruar gjithçka që ju merr kohë dhe forcë. Shifni një detyrim që e mbani nga zakoni apo nga faji. Dhe nëse është kështu, thjesht delegojeni, nëse është e mundur, sepse ky akt nuk është dobësi, është strategji për mbijetesë emocionale. Kalojmë tek familja, ku kemi 6 kupat, 5 monedhat, 5 kupat dhe 4 shpatat. Në sferën familjare, kartat sikur m'japin një shije emocionale, karmike. 6 kupat hap derën e së kaluarës. Pra mund të jenë kujtime, dinamika të vjetra, role që edhe mund të përsëriten, mund të jenë isha, mund të jenë ësha. Do thoni ju, kjo është sfera familjare. Ç'rëndësi rëndësi ka? Mund të jenë, domethënë, edhe ish partner. Mund të ndiheni sikur jeni në një situatë që ju kthehet një ndjesi e hershme, ose ndoshta ndjesia e të mos kuptuarit, ose ndoshta ndjesia e të braktisurit, pra ndjeni si të braktisur, si të mos kuptuar. 5 monedhat dhe 5 kupat këtë energji përcjellin, janë karta të mungesës dhe të pikëllimit. Ato nuk tregojnë me patjetër ngjarje dramatike, por një klimë emocionale ku dikush ndihet I lënë jashtë ose I zhgënjyer. Pra këto karta shpesh flasin për keqkuptime që rriten në heshtje. Por nuk është se mbaron me kaq, sepse 4 shpatat është ilaç, është pushim, reflektim, rikuperim. Pra, në familje këtë javë duket se ka nevojë për hapësirë të sigurt, jo për analiza të ashpra, sepse shërimi ndodh në qetësi. Prandaj ju duhet të shmangni një debat që mbase tundon të shpërthejë. Nga kartat marr këshillën, domethënë se kur tensioni rritet, ju duhet të bëheni spiranca e qetësisë. Pra, përdorni një frazë që e mbyll përkohësisht diskutimin dhe I jep kohë emocioneve që të ulen, të qetësohen.
Më pastaj mund të krijoni një moment neutral. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi yllin, faqen e kupave, 8 monedhat dhe të dashuruarit. Në dashuri është një territor shprese dhe krijimi. Karta e yllit është shpresë. Ylli është karta e shërimit pas stuhisë, sepse në taro është karta e kullës që është shkatrimi dhe pas kullës vjen direkt karta e yllit, pra në renditjen e tyre. Dhe kjo kartë sjell ndjesinë se zemra juaj po pastrohet nga zhgënjime të vjetra, sikur ka një hapje të re ndaj besimit. Faqja e kupave sjell energji të freskët, mesazhe të ëmbla, mund të jenë surpriza emocionale, një kuriozitet i pafajshëm për personin tjetër. Por 8 monedhat ju kujton se dashuria e qëndrueshme ndërtohet me përpjekje të përditshme. Nuk është vetëm ndjenjë, është praktik. Të dashuruarit është karta e zgjedhjes së vetëdijshme. Pra kjo karta të dashuruarit këtu nuk tregon vetëm të dashuruarit në kuptimin e parë të fjalës. Pra ajo kartë pyet: a zgjidhni të jeni plotësisht të pranishëm në këtë lidhje? A jeni gati ju të investoni jo vetëm zemrën, por edhe kohën, edhe energjinë? Pra duhet të zgjidhni. Dhe si këshill nga kartat, unë dua të përcjell që ju duhet të bëni një gest të qartë, romantik ose emocional. Ose ndoshta kjo gjë ju bëhet juve. Veprimi konkret për këtë do të ishte, domethënë, të nisni një bisedë ose veprim që thellon intimitetin. Pra të shprehni ndjenja që zakonisht i mbani për brenda, nuk i shprehni. Transparenca juaj do të hapte një derë të re afërsie. Kalojmë tek puna. Në punë kemi diellin, mbretin e monedhave, magjistari, kryepyftëresha dhe kalorësi i monedhave, të cilat këto dy karta më ranë të dyja së bashku. Sfera profesionale është epiqendra e fuqisë suaj këtë javë, sepse dielli ndriçon gjithçka dhe është major arkana e luanit, është karta kryesore e juaja. Pra ka qartësi, sukses, njohje. Ju jeni në një fazë ku mund të shihni rezultatet e përpjekjeve. Mbreti i monedhave tregon pjekuri financiare dhe autoritet. Ju po ndërtoni një bazë të qëndrueshme. Magjistari është dëshmia se keni mjetet për të krijuar atë që ju vërtet dëshironi dhe imagjinoni. Por kryepyftëresha shton një dimension të rëndësishëm, që është intuita. Jo çdo plan duhet shpallur, disa gjëra rriten më mirë në heshtje. Pra nuk duhen treguar të gjitha. Kalorësi i monedhave mbyll leximin me një mesazh disipline. Suksesi juaj nuk vjen nga shpërthimet e energjisë, por nga konsistenca. Pra ju duhet të merrni një vendim profesional, por bazuar në plan afatgjatë. Dhe kalojmë tek Prism Oracle, ku kemi rritjen. Kjo javë është një laborator rritjeje, do të thoja unë, sepse çdo sferë ju mëson të hiqni tepricat, të shëroni plagët e vjetra dhe të investoni me qëllim. Rritja nuk është e zhurmshme. Ajo ndodh në vendime të vogla, të përditshme. Pra ju duhet të zgjidhni cilësinë mbi sasinë. Paçim!